Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku me urdhër të prerë, mos e konsumoni kurrë bananen në këtë orar, shkakton këto 3 probleme. Shpesh në mëngjes koha nuk na premton dhe të për mos dalë me stomakun bosh nga shtëpia, ne marrim një banane e cila na tingëllon si një opsion i përsosur. Është e shëndetshme, ushqyese dhe sigurisht do të na jap të gjithë energjinë e nevojshme. Por, në fakt, sipas nutricionistëve, çuditërisht banania është një nga ushqimet më të këqija për të konsumuar në vaktin e mëngjesit. Pavarësisht se janë plot me kalium, fibra dhe magnez, bananet nuk janë një mundësi e shkëlqyer për vaktin e parë të ditës. Nëse ajo nuk shoqërohet me një ushqim tjetër i cili përmban po ashtu yndyrra të shëndetshme, banania do t'ju ngopë përkohësisht dhe më vonë do të bëjë që ju të ndiheni të përgjumur dhe të lodhur. Ndryshe nga që mund ta kishit imagjinuar, ky frut nuk ju ndihmon që ju të keni një sistem tretës të shëndetshëm. Bananet gjithashtu përmbajnë shumë sheqer dhe, siç shprehen doktorët, kur sheqeri konsumohet në çfarëdo forme, ai i nënshtrohet procesit të fermentimit, njësoj si bira dhe vera, duke u shndërruar në acid dhe në alkool në trupin tuaj. Kjo bllokon sistemin tuaj tretës. Nëse pëlqeni të konsumoni banane në mëngjes, nuk keni pse të hiqni dorë nga ky zakon. Thjesht shoqërojeni atë me një ushqim i cili përmban yndyra tepër të shëndetshme si për shembull kos natyral, kanellë e të tjerë. Ndërkohë, sipas ekspertëve, nga të gjitha vaktet që ne konsumojmë në ditë, mëngjesi është absolutisht më i rëndësishmi. Këshillat e ekspertëve thonë se në mëngjes ne duhet të hamë sikur të ishim mbretër dhe mbretëresha, në sensin e marrjes së të gjithë ushqyesve të domosdoshëm. Sipas ekspertëve, këto këshilla shpesh bien edhe në vesh të shurdhër, fal stilit kaotik të jetesës dhe jo vetëm. Ndërkohë, sipas ekspertëve, në shumicën e rasteve njerëzit nuk kanë as kohë që të ulen në tavolinë dhe të konsumojnë mëngjes. Ndaj mjaftohen me një banane. Ky frut është padyshim mirëbërës për organizmin dhe ai i vjen në ndihmë zemrës dhe trupit. Banania gjithashtu mirëmban tensionin e gjakut, lufton edhe depresionin dhe njëkohësisht konstipacionin, urthin dhe ulçërën. Ky frut përmban hekur, ndaj edhe stimulon prodhimin e hemoglobinës. Kur duhet ngrënë banania? Në një kohë kur vlerat e bananës janë të pakundërshtueshme, ekspertët janë të ndarë mbi ngrënien e bananës me stomakun bosh apo plot. Disa ekspertë gjithashtu thonë se bananet janë plot me kalium, fibër dhe njëkohësisht me magnez, që e pajis trupin tuaj me shumë energji. Ekspertët thonë se bananet duhen ngrënë çdo ditë edhe për vetë faktin se përmbajnë vitaminën B6. Sipas tyre, banania nuk duhet ngrënë kurrë me stomakun bosh për këtë arsye. Sipas të dhënave, niveli i sheqerit të lartë në gjak u jep energji, por kjo e fundit është afat shkurtër dhe më pas ju do të jeni më të plogësht. Bananet ju ngopin shpejt dhe ju mund të ndiheni të përgjumur ose të lodhur. Për shkak të aciditetit, ju mund të keni probleme me zorët. Ekspertët britanik shprehen se mirësia e bananës duhet shfrytëzuar pasi ju të keni ngrënë mëngjes. Për më tepër, përmbajtja e lartë e magnezit mundet që të sjellë dhe të prish ekuilibrat mes kalciumit dhe magnezit në gjak, duke shkaktuar kështu një efekt të kundërt në sistemin tuaj kardiovaskular. Shumë profesionistë të tjerë janë njëkohësisht të mendimit se frutat në përgjithësi nuk duhen konsumuar me stomakun bosh. Një mënyrë e thjeshtë për t'i ngrënë ato është duke i kombinuar ato
me ushqime të tjera. Ne ju sugjerojmë që bananen ta hani në mëngjes vetëm duke e kombinuar me ushqime të tjera dhe duke shmangur kështu shqetësime të panevojshme. Ju mund të hani tërshër me qumësht me banane ose të kombinoni fruta pylli, banane, drithra dhe njëkohësisht kos. Sipas ekspertëve, bananet mbeten një frut I cili ka vlera të pabesueshme për shëndetin duke trajtuar problemet nga më të ndryshmet. Ndërkohë, bananet janë një burim I shkëlqyer I energjisë, kaliumit, fibrave dhe vitaminave C dhe B6, duke ndihmuar kështu shëndetin e zemrës, tretjen dhe sistemin tuaj nervor. Ato nga ana tjetër rregullojnë edhe presionin e gjakut, përmirësojnë humorin, forcojnë imunitetin dhe gjithashtu janë një ushqim ideal për sportistët për parandalimin e dhimbjeve muskulore. Shëndeti I zemrës. Përmbajtja e lartë e kaliumit ndihmon në menaxhimin e presionit të gjakut dhe gjithashtu redukton sëmundjet e zemrës. Tretja, bananet, sidomos edhe ato të pjekurat, ndihmojnë në lehtësimin e kapslokut dhe njëkohësisht në balancimin e acidit në stomak, energji dhe metabolizëm. Sipas ekspertëve, bananet janë një burim I shkëlqyer I karbohidrateve duke ofruar energji të shpejtë, ndërsa vitamina B6 ndihmon gjithashtu në rritjen e metabolizmit, sistemi nervor dhe humori. Përmbajnë triptofan, një aminoacid I cili shndërrohet në serotonin, e cila përmirëson gjendjen tuaj emocionale dhe nga ana tjetër ndihmon edhe në parandalimin e kontraktimeve të dhimbjeve tuaja muskulore. Përfitimet shëndetësore të bananes dhe të lëvorës së saj. Lëvorja e bananes mund të përdoret për të zbutur djegjet, trajtuar lythat dhe reduktuar rrudhat në fytyrë. Ndërkohë, bananet janë të shkëlqyera për shëndetin tuaj duke qenë se ato kanë vlera të jashtëzakonshme për shëndetin. Disa mënyra në të cilën ju mund ta konsumoni bananen është që ta kombinoni atë edhe me tërshërën. Në qoftë se bananet e ngrira I përpunoni në një mikser, ato shndërrohen në një strukturë kremoze, shumë të ngjashme me akulloren. Bananet dhe tërshëra përbëjnë një kombinim teje të shëndetshëm. Ky kombinim ofron fibra dhe njëkohësisht do t'ju mbajë juve të ngopur deri në vaktin tuaj të ardhshëm. Megjithatë, ju mund të shtoni edhe fruta të tjera ose fara të ndryshme për më shumë vlera ushqyese. Mund ta kombinoni edhe me gjalp kikiriku. Ka shumë mënyra për të shijuar bananet me gjalpin e kikirikut për të përfituar më shumë proteina, karbohidrate dhe yndyrë të shëndetshme. Por kombinimi fantastik është ai I gjalpit të kikirikut me banane në tost. Provoni t'i piqni. Nëse nuk keni provuar kurrë një banane të pjekur në furrë, përgatituni të shijoni një ushqim tepër të ëmbël. Pjekja e frutave krijon një efekt të karamelizuar për të cilin sigurisht nuk do të pendoheni. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos I përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.